Çfarë ka karakterizuar Partinë Socialiste? E ka karakterizuar gjithmonë prirja për të ndërtuar. Dhe gjithmonë ka qenë e detyruar të përballet me forcën e shkatrimit. Forcën e shkatrimit të madh apo forcën e shkatrimit vogël. Forcën që kur ka pasur në dorë të shkatroj Shqipërinë, ka shkatruar Shqipërinë, forcën që edhe kur i kanë rënë pantallonat në fund këmbëve, prap do të shkatroj fasadën e kryeministrisë apo të shkatroj kazanët e plerave të Tiranës. Çfarë ka karakterizuar Partinë Socialiste në raport me shoqërinë? E ka karakterizuar fryma e tolerancës dhe fryma e njerëzillëkut. Ndërsa ata që Partia Socialiste ka pasur dhe tani si kam më përballë se i kam mrapa, kanë qenë gjithmonë mishërimi i përçarjes edhe i urrejtjes. I ndarjes shqiptarëve në këtej dhe andej, në demokrat dhe në komunist, në njerëz të demokracisë dhe njerëz diktaturës. Një dasti, një përçarje, një poshtërsi që ushtri deri në fshatin më të largët, ku zihej komshiu me komshiun për partinë. Dhe kur ndërkohë që të dy s'kishin as gjërat më elementare, për çfarë ziheshin dibranët këtu, kur në ndërkohë ju duhej 5 orë për të hik e 5 orë për të ardhur nga Tirana. Ziheshin për partinë. E kush e futi atë sherr? Jo Partia Socialiste. Asnjëherë. Asnjëherë. Madje kaq e vërtetë është kjo, saqë nëse dikush sot, po s'besoj se sot e ka marrë dikë malli, po nesër dikush do të hapi të gjitha ato që kanë mbetur të shkruara, që kanë mbetur të regjistruara nga ballafaqimet politike, do konstatoj diçka ndër tjera. Nga njëra anë, një ballafaqim i buruar nga shpirti katran i sherrit, me libër shtëpie, me radhë, këdo që ka pasur një detyrë dhe që ka qenë në dritën e vëmendjes publike, ndaç në qendër, ndaç në periferi. Atje në qendër, sherrin e bënin ata më të mëdhenj. Këtu në periferi, sherrin e bënin ata më të vegjël, po të gjithë e bënin sherrin me libër shtëpie. Ama kush do ta shohë këtë histori, do a ketë shumë vështirë të gjejë nga ana tjetër, nga ana e Partisë Socialiste, përgjigje flak për flak me libër shtëpie. Sepse Partia Socialiste, siç e thash, e ka të shkruar në ADN-n e vet edhe raportin kristal me interesin kombëtar, edhe marrëdhënien e drejtë me të shkuarën, por edhe marrëdhënien qytetare europiane me shoqërinë dhe me botën.